Zarfi bardh në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ja dhurata e vllait të madh për banorët. Një zarf i bardh ka hyrë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në zarfin që lexoi Rizarta shkruaj se ata duhet të zgjidhnin liderin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Banor, është momenti që të zgjidhni liderin e shtëpisë. Secili prej jush me radhë duhet të jap një emër dhe një arsye për banorin që zgjedh si lider dhe këtë rol e fiton ai që ka më shumë vota, shkruaj në zarfin e bardhë. Sapo u lexua zarfi, banorët nisën duke dhënë emrin që ata mendonin se ishte lideri i shtëpisë për këtë javë. Me shumicë votash ishte Kelli që u zgjodh lider. Banori menjëherë nisi me ndarjen e punëve dhe banorët ishin aty të gjithë të pranishëm, duke u bërë bashkëpunues me Kellin. Kujtojmë se deri më tani ishte Gerta lidere dhe disa prej banorëve si Gjesti dhe Valbona e kundërshtuan atë dhe nuk bën punë gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë në zarfin e bardhë, thuaj se banorët kanë fituar 100% të buxhetit të kësaj jave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.